Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e ditës së sotme e mërkur, data 20 maj 2026. Është një ditë që ka një rëndësi të veçantë ku kemi Mërkurin në trekëndësh me Plutonin, një kënd shumë pozitiv për të qenë shumë ndikues, favorizues, ekonomik, financiar dhe rrugtime të këndshme. Përpasur më shumë mendime dhe ndryshime shumë të mëdha, sepse ka të bëjnë shumë me një kënd shumë të dobishëm që ka të bëjë me lëvizjet dhe punën tonë, që ka të bëjnë jo vetëm kaq, por nga bëjmë deri gjem qeder, themi nga ndonjëherë, por ky qederi zbulohet një sekret dhe juve dini shumë të pastër si kristali, të drejtë dhe shumë pozitiv në anën tuaj. Duket se ndikon kryesisht dhe pozitivisht të shenjat e binjakëve, peshores, ujori, shikjetari, luani dhe dashi në fillim ose dhe dishit të tretë. Ka indikim fantastik dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi në lidhje me gjërat që kanë të bëjnë, dhe kjo bën që të ndjeni superior në ato që ka bëhet, superior në ato çështje që vë keni, dhe prandaj është dhe kjo periudhë mjaft e mirë dhe surprizuese për juve. Të shenjave, pra që thash pak më lart, është momenti dhe koha e duhur për zgjidhur këtë çështje. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni parashikime të detajuara, kemi këtë faqen këtu astrologu.al, e klikoni, e shikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje çdo të mërkur, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas jemi gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, me qenë dashi duket se tani në këtë periudhë ka një periudhë mjaft surprizuese, do ta thosha në një farë mënyre, sepse ka dhe kohën dhe momentin e duhur mbi ndryshimet, mbi vendimet që merren, vendimet do ta thosha më shumë, sepse është më ndikuese në atë çka neve duam të realizojmë ose të përforcojmë në një farë mënyre, por është dhe koha dhe çështjet ideale për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave dhe të ekonomisë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit të dytë, është koha juaj dhe është perfektja në anën tuaj, në kohën tuaj dhe jo vetëm. Në çështje që kanë të bëjnë me një udhëtim, bashkim familjar, duket se është me luan. Imagjinoni tani dy shenja zjarri çfarë mund ndodhi, nuk e diskutoj. E kënaqësi dhe ekonomi të zhvilluar në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me demët? Demët duket se ja kanë arritur qëllimit të tyre, edhe pse ndihen pak të mërzitur për arsyet e punës së tyre, por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar, sepse disa gjëra ndodhin, lidhen, mundsohen, veprimet dhe ndryshimet që bëhen, nuk diskutoj që është edhe koha shumë e mirë, e mbarë në një farë mënyre, përse përket karrierës, përse përket asaj çka juve jeni dhe keni, por gjithashtu duket se kjo është periudha më mirë e mundshme mbi takimet, mbi vendimet të mëdha që do të merren tani atutje. Është një moment shumë i mirë dhe shumë praktik në një farë mënyre, prandaj e keni kohën tuaj, prandaj jeni edhe në anën tuaj më të mirëmundshme, duke qenë se i keni mundësitë, keni kohën e duhur për të ndryshuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me vendimet që do të merrni. Dhe kjo është ajo çka i keni, kjo është ajo çka juve ju intereson për atë çka bëni, për atë çka juve jeni në ekonominë dhe stabilizimin e saj, ku është një nga mundësitë më të arta për sa përket ndryshimeve dhe vendimeve shumë të rëndësishme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit të dytë dhe me takimet e tjera që do të kenë tani atutje, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për sa përket juve të kësaj shenje. Gjithmonë demi ka qenë dhe mbetet shenja më me kriter, sepse vë disa norma në jetën e vet, dhe kjo do të thotë se i ndryshon dhe ndikon në anën tuaj. Në lidhje me një dashuri ose bashkim familjar, duket se është me peshoret e diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nisni punën ashtu siç dini ju. Keni një kohë që përcaktoni gjithçka. Mirë po, në një farë mënyrë lidhje që ju e keni
Dhe mundësi që do t'ju jepen tani e tutje, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse arsyen e punës, të karrierës, të vendimeve që do të merrni në kohën e duhur, është një mundësi shumë e mirë dhe e hartë në atë çka bëhet, e hartë në lidhje me financat, me biznesin, me karrierën. Me karrierën sidomos, që është një nga çështjet më të rëndësishme të qenë ndonjëherë, sepse edhe puna juaj ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me stabilizimin tuaj të punës të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë të ditës së parë, me ujorët të ditës së tretë që është perfektja, por gjithashtu edhe me dash është vetjeta, sepse ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë dhe me takime, ndryshime, bisedime shumë të rëndësishme i keni tani e tutje. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, binjakët duket se kanë të bëjnë shumë me shenjat më kryesore, që do thotë me luanët e ditës së parë, me akrepët e ditës së tretë, është perfektja dhe jo problematika. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, që këto janë të shenjës gafores. Me gaforet duket se tani e tutje jo vetëm se ka të bëjnë me gjëra që ndryshojnë ose ndryshojnë, por është mundësia dhe momenti i duhur për stabilizuar ekonominë, për të arritur qëllimin tuaj, sepse ka të bëjnë me forcën, identitetin tuaj dhe mundësinë e artë që do të keni në ekonomi dhe në ndryshime. Në ndryshime sidomos është një nga momentet më të artë që ju keni dhe një mundësi shumë të mirë mbi ndryshimet dhe takimet e rëndësishme që do të keni tani atutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse gjërat vijnë gradualisht në anën ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me takime pune. Takime pune janë sidomos nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse çdo gjë juve e lidhni me ekonominë, e lidhni me ndryshimin e madh që keni tani atutje, por gjithashtu ka edhe diçka shumë të madhe që mund të keni mundësinë juve, është mundësia ekonomike financiare, është mundësia e ndryshimit të madh që do të keni tani atutje në biznese, në karrierë sidomos, sepse ka të bëjë shumë edhe me marrjen e vendimit të rëndësishëm, këto janë vendime historike që ju i keni dhe si mundësi, i keni dhe si kohë të artë për të arritur qëllimin. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë e ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë që është perfektja, por gaforet zakonisht kanë bëjnë edhe me shenjat e tokës, po edhe me shenjat e ajrit, siç është me shenjat e tokës për shembull, që ka bëjnë me bricapin, siç është me shenjat e ujit, që ka bëjnë me peshqit, por janë dy gjëra të lidhur, domethënë zinxhiri që nuk ka shanse të shkëputet, nuk ka shanse edhe sikur të futet me vështira që do thoshte të mund të kishin, nuk ka shanse të prishin. Dhe kështu që është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar jetën tuaj. Bashkim familjar nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, është me dashje dhe ditës së parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për luanët, me qenë se luanët duket se sado që kanë kohën, kanë atë mënyrën, mundësinë e duhur për sa përket zgjidhjeve, çështjeve konfliktuale, do thosha unë, ose gjë që me të vërtet është momenti, me të vërtet është koha që juve mund të rregulloni gjërat duke doni dhe një periudhë mjaft e mirë, sepse zgjidhni shumë çështje problematike, zgjidhni shumë çështje që të lidhura pezull me punën, me karrierën, me ndryshimet e mëdha që vijnë tani atutje, është koha dhe momenti më i artë që ndonjëherë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, në mundësi të arta që juve keni. Dhe kjo është një nga kohën më të artë që keni dhe mundësinë më të mirë që do të keni tani atutje. Në çështjet e dashurisë duket se luan shqyrtar është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat që dëshironi dhe për të arritur qëllimin tuaj. Në një çështje vendimtare, ekonomike, financiare e keni me binjak të ditës së dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Me virgjëreshat, duket se kur thoni një për debatoni, thoni jam zënë me virgjëreshën. Po logjike, sepse virgjëresha vërtet mund ta ngrejë tonin e zërit, për arsye se ka kaluar shumë, kanë bërë nder dhe nuk janë njohin në disa raste. Dhe këtu është çik problem kjo. Dhe vjen një moment tani që juve jeni në kohën tuaj më të mirë të mundshme. Se s'ka problem. Edhe mos ta di tjetrin deri që juve bëni, por juve jeni shumë lart. Jeni shumë lart për të qenë në këtë kohë. Kështu që pse të mërziteni? Është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm në ekonomi dhe në stabilizimet e saj. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe ditës së parë, me virgjëreshtë dhe ditës së tretë është perfektja. Është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në atë që ju kërkoni dhe doni të realizoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft provokuese në të mirë, jo për të keq, dhe shumë rrezatuese, që do thotë shenja e peshoreve. Peshorët dashur në këtë ditë kaq të lumtur, kaq të rëndësishme
për nga ana planetare. Planetet na diktojnë, planetet na japin mundësi të veprojmë. E shumë gjëra të tjera ku neve jemi në kohën e duhur, jemi në atë çka kërkojmë, jemi në atë çka dashurojmë. Në lidhje me dashurinë, e vërtet, e punën dhe ekonominë dhe paranë në dorë që ju do të keni mundësinë që ka të bëjnë në dashuri me shqiptar, me dem është perfektja, për ne mos e lini pas dore. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër që do thotë shenja e akrepit. Për sa përket shenjës akrepëve, akrepët duket se njërë nga mundësitë që ata kanë momentin e duhur, për sa përket zgjidhjes së konflikteve për shembull. Ose ka pasur disa gjëra që nuk janë zgjidhur akoma për një arsye apo për tjetër, nuk pak rëndësi ka, sepse kjo zgjidhet me kohën, zgjidhet me momentin e duhur për anën e financave, e zgjidhjeve të karrierës, me karrierën sidomos e kanë këta. Është një mundësi shumë e mirë, është një moment i artë, sepse e zgjidhni në anën tuaj më të mirë të mundshme në karrierë, në punë, në vazhdimsi, është koha më ideale dhe pozicionimi i planeteve. Nuk e diskutoj këtë, por janë disa momentet arta për punën dhe karrierën, për ndryshimin e madh që vjen tani atje. Por kjo periudhë na mëson shumë gjëra. Na mëson shumë gjëra për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Na mëson shumë gjëra për vazhdimsinë, sepse jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me atë çka juve keni, por mos u shqetësoni, sepse kjo periudhë ka shumë për të thënë dhe shumë për të dhënë. Nuk ka për të marrë. Prandaj bini pas kësaj dite, se është dita shumë e rëndësishme për akrepët. Dhe një udhëtim ose një blerje që do bëhet, një blerje shumë e rëndësishme, dhe kjo ju ndihmon në këtë aspekt. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet të 10 diqit parë, me peshkët të 10 diqit tretë, është perfektja. Edhe pse janë dy shenja uji që juve shkoni shumë, dhe edhe pse mund të keni disa keq interpretime, jo keq kuptime, por interpretim ndryshe mendon tjetër, ndryshe thua ti. Dhe kur vjen momenti për të zgjidhur këtë çështje, sa e vërtet pas ka qenë. Po është vërtet, po nganjëherë ti merr zjarr kot. Kështu që kjo është ajo e drejta që ka akrepi, sepse akrepi shef me sy. Nuk flet me fjalë, sepse ai kupton direkt çfarë do. Dhe vetëm nga mimika. Edhe imagjinoni çfarë mund bëjmë me saj në gjërat e tjera që njerëzit kuptojnë dhe adhurojnë. Në lidhje me një ndikim shumë të madh që mund keni, ajo është e rregullimeve, juve keni në vende të Bashkimit Evropian për shembull, ka një ndikim shumë të mirë, në disa dokumente do dalë një ligj që do t'ju ndihmojë jashtëmase, ose keni pasur probleme, merrni përfaqësinë. Është diçka shumë e madhe. Dhe një gëzim shumë i madh familjar që do të keni. Dhe kjo është mundësia më e artë që ndonjëherë. Dashuria, bashkim familjar dhe një udhëtim përveç shenjat e ujit që juve thash gaforën dhe peshqit, por keni edhe me një shenjë zjarri që është me dashje dhe diçit të dytë. Do shkojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Për shigjetarët duket se me kësaj zgjata pak tek akrepët për arsye të punës, se kanë diçka të mirë këta. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se është një nga momentet më të mira të mundshme dhe një diçka shumë e rëndësishme financiare, se lidhet me financat, edhe gjëra të reja që do të kenë tani tutje, nuk e diskutoj, ka kohën dhe momentin më i artë që është tani tutje, por dashuria duket se ka të bëjë shumë me shenjën e peshqve, me virgjëreshën dhe me dashjen e diçit të dytë, ku është një ndikim shumë i mirë dhe shumë favorit për arritjen dhe për punën e tyre që ata kanë, dhe është mundësia, është koha, është vazhdimësia dhe momenti më i mirë i që ndonjëherë në lidhje me takimet dhe bisedimet e rëndësishme që do të keni tani tutje, ku është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë dhe vazhdimësia, udhëtimet të palidhurit kanë një ndikim shumë të mirë dhe papritur mund të ndodhen përballë një lidhjeje afatgjatë dhe me ndikime shumë të mira, siç do thotë me luan. Vijojmë te shenja e radhës që është Bricjapi. Për Bricjapët duket se tani tutje kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur disa çështje shumë madhore ekonomike financiare, por ajo që do vën peshë më të madhe është ekonomia dhe nismën e punë të re. Dhe kjo do të sjellë të ardhura që juve të vazhdoni të veproni. Në çështjet e dashurisë duket se me luan dhe me ujor është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve duket se tani tutje kanë ndikime shumë të mira dhe shumë pozitive për ekonominë dhe stabilizimin, për ndryshimin dhe vendimin që mund të merrni tani tutje. Janë disa vendime shumë historike për gjërat që do të bëni, për gjërat që do të keni.
Dhe një nga momentet që do të ndikoj ose do të diktoj është puna tani, vendimet që merrni tani është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, me ndikimet e mëdha që do të keni, por mos më shqetësoni sepse është koha tani, është momenti më i artë dhe më pozitiv që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, nëse peshqit duket se tani për tani, edhe pse kanë pasur probleme ose gjëra të mbartura më përpara, por duket se tani i zgjidhin. Është koha e tyre, është momenti më i mirë i mundshëm, i artë, do ta thosh në ekonomi, me stabilizime, takime, bisedime shumë të rëndësishme ku i jep verdiktin përfundimtar në ekonomi, kurse në lidhje me dashurinë duket se të gjitha shenjat kanë përfitime kolosale, por të veçantë është me shikjetar, është me virgjëresh, është dhe me kaforet e dishit të dytë, kurse në lidhje me ndikimet më të mëdha të palidhurit, që kanë një njohje dhe kthen lidhje serioze, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse ka të bëjnë shumë me bricapët e dishit të dytë dhe me peshore të 10 ditëve të parë. To ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme. Për ju që interesoni për arshime të detajuara, kemi Astrologu Pikal, faqja e Roz shkon atje. Dhe duke zgjedh paketën dhe më pas flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp duke dërguar emailin tek skadaria. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për drejti çdo të mërkurë, atëre kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen drejt për drejti. Unë Ropulla, ju uroj më të mirën e mundshme.